Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1826, themelohet Metropolitan Police, njohur dhe si The Met, në Londër. 1885, u hap tramvaj i parë elektrik në botë në Blackpool, Angli. 1902, ndron jetë Emile Zola, letrar francez. 1911, Italia i shpall luftë perandorisë osmane. 1924, Plutarko Elias Calles shpallet presidenti i Meksikës. 1930, ndron jetë në moshën 86 vjeçare në Finland, piktori i famshëm rus Ilja Repin. 1941, në Kiev të Ukrainës, do të ndodhte një nga masakrat më të mëdha, pasi morën Kievin në 2 ditë gjermanët vranë 34.000 çifut. 1957, një nga aksidentet më të rënda bërthamore. Në një nga reaktorët e centralit atomik në Rusinë qendrore, ndodh një gabim teknik që do të pasonte me shpërthimin e disa tubave me lëndë radioaktive. Mbi 10.000 vet do të evakuoheshin dhe reja radioaktive do të mbulonte një sipërfaqe prej 53.000 hektarësh. 1962, lëshohet Alouette 1, sateliti i parë kanadez. 1967, emetohet seria e parë e serialit televiziv Captain Scarlet. 1971, Omani bashkangjitet Ligës Arabe. 1972, Republika Popullore e Kinës dhe Japonia, pas shumë vitesh armiqësi midis tyre, vendosin marrëdhëniet e ngushta diplomatike. 1979, diktatori i shtetit të Guinez Ekuatoriale në Afrikën Perëndimore, Francisco Macias Nguema, u qellua për vdekje nga një grup ushtarësh në Saharan Perëndimore. 1991, në Haiti të Amerikës Qendrore, do të ndodhte grushti i shtetit që do të rrëzonte nga pushteti presidentin Jean Bertrand Aristide. 1992, fiton postin e presidentit brazilian përsëri Fernando Collor de Mello. 1992, u vran 200 prej terroristëve që kishin sulmuar post komandën e xhandarmerisë në Deregjik. Në përleshjet me terroristët ran dëshmor 23 ushtar dhe 5 roje fshati. 1996, prezantohet Nintendo 64 në Amerikën Veriore. 2006, një avion civil shpërtheu në ajër, duke marrë jetën e 154 personave që ndodheshin në bord. Avioni ishte nisur nga Brazili për të shkuar në Rio de Janeiro, ku u papritur u përplas me një tjetër avion civil. Kjo do të ishte një nga katastrofat më të rënda ajrore të Brazilit. 2008, pas falimentimit të firmave të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Lehman Brothers, indeksi i bursës së New Yorkut, Dow Jones, shënoi një rekord historik duke pësuar një rënje me 777 pikë.